Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dolce në Grande Fratello, Ledion Liço reagon pasi I morën iden. Banorja e Bigut në Kosovë do të jetë shumë shpejt pjesë e Grande Fratellos në Itali dhe për këtë u njoftuan edhe banorët e shtëpisë për te idetit. Por nëse ju kujtohet, kjo ka qenë një ide e hedhur nga produksioni I Bigut në Shqipëri, edicionin e kaluar, edhe pse për motive që nuk dihen, nuk u realizua. Gjithsesi, kjo lëvizje e produksionit në Kosovë duket se ka trazuar ujërat në Tiranë, duke sjellë një reagim të nënkuptuar nga moderatori Ledion Liço. Ledioni ka publikuar një thënie të Steve Jobs në Instagram që duket si një thumbi drejt për situatën. Idetë janë të lehta. Pjesa më e vështirë është të zgjohesh çdo ditë dhe t'i kthesh ato në realitet. Ky postim është interpretuar gjerësisht si një koment mbi faktin se ndërsa ideja mund të ketë qenë e Bigut në Shqipëri, ishte pikërisht Kosova ajo që arriti ta kthejë në realitet, duke theksuar diferencën mes të thënit dhe të bërit.